bashkë bisedoj me studiuesin Olsi Yazexhi. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që më bashkohesh sërish. Faleminderit për ftesën. Nuk kanë ndodhur as më shumë as më pak nga ajo se çfarë ne kemi diskutuar së bashku në komunikimin e fundit kur nisi ky konflikt me një përshkallëzim me një Iran që përderisa nis një valë të re të sulmeve me dronë dhe raketa, tregon që jo vetëm nuk mund të ulet për të diskutuar apo për gjetur zgjidhje apo për të dorëzuar, po tregon forcën, apo jo? Po, do më thënë iranianët e kanë ndarë mendjen e tyre që ata nuk duan që të bëjnë marrëveshje me amerikanët, nuk duan që të arrijnë armëpushim, nga që iranianët janë lënduar shumë nga vrasja e liderit suprem të tyre që Izraeli u bëri në datën 28 shkurt. Sot është data e 11 e luftimeve dhe lufta ndërmjet Izraelit dhe Amerikës në njërin anë dhe Iranit dhe aleatëve të tij, Hizbullahit, Kataib Hizbullah në Irak vazhdon pa ndërprerje. Iranianët edhe pse po marrin goditje shumë të rënda nga amerikanët dhe izraelitët, të cilët po përdorin bomba të shkatrimit në masë dhe po rrafshojnë qytete kryesore iraniane, sikur Teherani, Isfahani, Tabrizi e të tjerë. Iranianët nuk po përgjigjen dhe po kundërpërgjigjen. Ata vazhdojnë bombardimet e Izraelit. Tani më u bë dita 11 që kolonët sllav të Izraelit flenë nëpër bunker. Iranianët kanë arritur në mënyrë të suksesshme, ndoshta me ndihmën e Rusisë, që të shkatrojnë një pjesë të mirë të radarëve amerikan nëpër bazat që ata kanë në Bahrein, Oman, Arabi Saudite, Katar, Emiratet Arabe dhe Jordani. Dje Hizbullahi arriti që të godasi një nga radarët kryesor të Izraelit dhe në këto momente që ne po flasim, Izraeli përballet nga njëra anë me sulmet me dron dhe raketor iranian dhe në anën tjetër nga sulmet me raketa, me katyushka, por edhe luftën urbane që Hizbullahu është duke bërë në kufit ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Çfarë Irani po implementon në këto momente është përveç luftës konvencionale me Amerikën, kuptohet që Irani nuk mund të krahasohet dot teknologjikisht me aleancën judeo-amerikane, pasi si SBA-ja si Izraeli janë fuqi nukleare, por Irani në anën tjetër është duke përdorur armën ekonomike. Irani ka mbyllur kanalin e Hormuzit dhe në këto momente që Yazexhi, të ndërpres për këtë ekonomikën sepse dua dy gjëra t'i sqaroj që ju thatë. Përmendët aleatët e Iranit dhe përmendët ndoshta me ndihmën e Rusisë. Ka ndonjë gjë zyrtare që Rusia po ndihmon Iranin dhe kush janë sot aleatët? Është një pyetje që unë kam bërë edhe më herët, po këtu tani gjërat ndryshojnë, strategjitë ndryshojnë, shohim shtete që herë lëkunden, herë pastaj ndihmojnë, po gjithsesi, këto dyja mi sqaron dot? Po, aleatët e Iranit janë Rusia dhe Kina. Rusia dhe Kina nuk kanë hyrë drejt për drejt në konflikt, por si rusët si kinezët e ndihmojnë Iranin me teknologji spionazhi, me satelitët e tyre spion. Iranianët përdorin sistemin rus Glaznost dhe Beidou kinez dhe goditjet spektakolare që Irani i ka bërë bazave amerikane, duke ditur me saktësi ku janë radarët amerikan, tregon që iranianët kanë marrë informacion shumë të detajuar dhe dyshohet që ky informacion duhet ketë ardhur nga rusët dhe nga kinezët. Përveç kësaj duhet kujtojmë që në vitin 2023, nëse nuk jam gabim, iranianët dhe rusët kanë nënshkruar një marrëveshje strategjike bashkëpunimi dhe në këtë marrëveshje që të dy vendet marrin përsipër që do të ndihmojnë njëri tjetrin.
dhe Irani ka të njëjtën marrëveshje me Kinën, dhe edhe pse kinezët dhe rusët nuk kanë ndërhyrë drejt për drejt, ata janë indirekt në Iran duke koordinuar luftën e gardës revolucionare. E kuptoj. Por zyrtarisht ne nuk kemi, pra le të themi, deklarata për asistencë për bashkëpunim përveç qëndrimeve të ftohta, në mos gaboj, ose ato që janë deklarata dhe furnizime të marrë, domethënë sistemet antiraketore iraniane S-300, S-400, avionët Su-35 janë të gjithë prodhim rus. Domethënë Rusia e ka furnizuar Iranin, sidomos që prej luftës së qershorit të vitit 2025, dhe përveç kësaj, kjo është diçka që dihet botërisht që iranianët nuk përdorin më sistemin GPS, por përdorin sistemin Beidou dhe Glasnost për të komanduar dronët dhe raketat e tyre. Në kuptoj. Tani, ndalemi tek ajo që u nisët. Kjo nuk është vetëm një luftë marrë, por është një luftë edhe ekonomike, për cilën është e paqartë, paktën sapo i shikoja unë mediat, se kush po ka rolin kryesor. Është një armë e fortë, ajo që po përdor Irani, Zezegji, për ta tronditur në fakt botën deri këtu në Shqipëri, do thoja unë. Se sërim do të pa e sjell deri këtu. Po, do më thënë sikur e përmenda më duket në bisedën që patëm herën e kaluar, që ju thash që do urrisi çmimet e naftës kastrati. Ndodhi ashtu si shtat ju me emër nominal, po edhe. Ndodhi ashtu si shtat ju me emër, po edhe kishte. Dhe do më thënë, ajo që do më thënë unë parashikova ndodhi, sepse iranianët janë në një rajon shumë strategjik. Iranianët kontrollojnë gjirin e Hormuzit dhe nga gjiri i Hormuzit, apo ngushtica e Hormuzit, gjiri persik, ata komandojnë të gjithë rrugën detare që vjen nga deti Arab dhe deti Kuq dhe që futet për në gjirin persik. Vendet e gjirit persik, sigur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, janë prodhues së bashku Iranin, janë prodhues të rreth 20% apo ndoshta edhe më shumë të naftës botërore. Katari është prodhues i 20% i gazit botëror. Dhe Irani çfarë po bën në këto momente? Duke mbyllur kanalin e Hormuzit, ai e para po krijon krizë për naftë në perëndim. Këtë gjë e bëri Arabia Saudite në vitin 1973, në kohën e mbret Faisalit, pas luftës së Yom Kippurit, kur Amerika mbështeti Izraelin kundër Egjiptit, dhe kriza që bëri mbret Faisalin atë kohë shkaktoi krizë masive në perëndim, dhe iranianët janë duke kopjuar strategjinë e Arabisë Saudite në 1973. Gjë e dytë që është impakti i kësaj embargoje ndaj naftës që po sjell Irani, është që ajo po sjell rritje globale të çmimit të naftës, nga që ka shkurtime me naftë. Efektin zinxhir në ekonomi. Zinxhir. Këtu ku jam unë për shembull, në Vietnam, në Bangladesh, etj. Janë mbyllur shkollat, institucionet, qeveria po i kërkon popullatës që të punojnë nga shtëpia, nga që nafta e gjirit persik furnizon Azinë. Domethënë nga Kina deri në Indi edhe në Azinë juglindore apo Indokin, si kur quhet përndryshe. Tani kjo shkurtimi i naftës sjell rritjen e çmimit, sjell krizë dhe krijon një krizë globale. Dhe kjo krizë globale do të ndihet kudo, sikur do ndihet edhe në Shqipëri. Për shembull, nëse po e zëm 1 kilogram mish që neve tani e marrim nga Brazili, po e zëm, kushton $5, në rastin kur nafta do dyfishohet, nafta ka impakt në çdo produkt tjetër dhe kjo kilo e mishit që ne e blejmë me $5 mund bëhet $10 nga kosto e transportit. Tani një gjë tjetër që duhet kuptojmë është që këto vendet e gjirit persik, nga që janë koloni të Amerikës, parat që ato shesin naftën nuk i marrin nëpër bankat e tyre. Parat depozitohen në bankat e çifutrisë së New Yorkut. Dhe në momentin kur këto vendet e gjirit nuk shesin naftë,
bankierët e New Yorkut nuk marrin më lek. Këto lek, do më thënë, për persona që kanë ndjekur të labie historinë e Arabisë Saudite në vitin 2008, kur ndodhi ajo kriza financiare globale, në atë kohë vendet e gjirit sikur Arabia Saudite e të tjerë, nga që nuk po shitej më naftë e tjerë, kërkuan që të tërheqin lekët e naftës që ata kanë në bankat e New Yorkut. Po në atë kohë bankierët amerikanë nuk u dhanë lekët, sepse lekët ata japin vendeve të gjirit vetëm përqindjen e lekëve të naftës. Dhe pra nafta që shet Arabia Saudite depozitohet në bankat amerikano-zioniste dhe janë ato që u menaxhojnë ekonominë vendeve të gjirit. Në anën tjetër, duhet kuptojmë një gjë që nga viti 1973, nëse s'jam gabim, pas vrasjes së mbretit Faisal, amerikanët i detyruan sauditëve që këte tutje naftën ta shisnin me dollar. Dhe vendet arabe e kanë diktat nga amerikanët që naftën që ata prodhojnë ta shesin me dollar. Po çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë që vendet që nuk kanë naftë, Kelabia, Shqipëria, Vietnami, në mënyrë që të blejnë naftën saudite, kanë nevojë për dollar amerikan. Dhe ku i gjen këto dollar amerikan? Ja blejnë Amerikës. Amerika, ndryshe nga Kina, që është vend që prodhon të mira materiale për njerëzimin, apo nga Rusia që prodhon grur, apo nga Arabia Saudite që shet naftë, Amerika nuk i shet asnjë gjë botës. Amerika shet vetëm armë kur bëhen konflikte dhe e dyta shet copa letrash që ne i quajmë dollar. Po copa letrash që amerikanët i prodhojnë me një printer që i printojnë, amerikanët ja shesin botës. Tani, po e zëm urdhëro. Kam një merak tjetër, sa do ta lejojnë këtë luftë që po bën Irani nëpërmjet Hormuzit, a do të munden që realisht ta mbajnë fort si një armë të fortë, sepse po të kish parasysh se çfarë ka deklaruar pra Trump, duket se gjua e tij është më e ashpër, zotohet që shumë shpejt mund ta mbyll këtë çështje për ta dorëzuar pra Iranin. Tani Trumpi deklaron shumë gjëra. Trumpi është njëri që ka deziluzione, jeton në një realitet tjetër, biles Trumpi edhe kur Netanyahu vrau Imam Ali Khamenei në datë 28 shkurt, nuk e kuptoi se çfarë po bënte kryeministri polak i Izraelit. Ai, domethënë, hapi kutin e Pandorës dhe ne po shohim gjithë kaosin që është në Lindjen e Mesme. Imazhet që tregohen mbrapa jush janë imazhe që tregojnë bombardimet iraniane ndaj këtyre vendeve të gjirit persik. Vende sikur Arabia Saudite, sikur Bahreini, sikur Katari, sikur Arabia Saudite marrin për ditë bomba. Dhe çfarë po bën kjo gjë? Kjo po bën një largim masiv të huajve, apo sikur njihen ndryshe ekspat, të cilat kanë ndërtuar këto mrekulli, këto oaze në shkretë të tjerë, se nëse keni vizituar ndonjëherë Dubain apo Katarin, këto janë vende të pabanueshme. E vetmja gjë që i mban këto vende është paraja e petrodollarit dhe teknologjia. Domethënë në këto vende jeton nëpër shopping mall, jeton me kondicioner, me ujë që merret i kripur nga deti, desalinohet dhe i çohet njerëzve që ta përdorin për përdorim. Por me atë që po bën Irani tani, duke goditur rafineritë e naftës, duke i bllokuar naftën këtyre vendeve, Irani po bën një kaos në gjithë Lindjen e Mesme dhe amerikanët po mundohen me gjitha mënyra, biles ata filluan që ditën e 2 dhe të 3 të fillimit të luftimeve, duke i dërguar italianët në Iran dhe duke i lutur iranianët që të bëjnë armë pushim. Iranianët po rezistojnë. Dhe unë mendoj që për sa kohë që amerikanët nuk do të përdorin bombën nukleare, por frika është që ata mund ta përdorin, ndoshta izraelitët, amerikanët nuk kanë shanse në një luftë konvencionale ta mundin Iranin. Që duhet të kuptojmë diçka, vetëm këto sistemet Patriot që janë duke përdorur amerikanët për të mbrojtur Kuvajtin, Arabinë Saudite, Izraelin e të tjerë,
një patriot që lëshohet kushton $1 milion. Dhe kostoja ditore e luftës që kur ka nisur tani është $1 miliard në ditë. Pra në këto 11 ditët e fundit, Amerikanët kanë shpenzuar rreth 1 miliard. Dhe iranianët e kuptojnë këtë, e kuptojnë që shejtani amerikan, si kur ata i quajnë Amerikën, dobësinë e tij e ka te sistemi bankar. Po. Dhe sikur po shpjegoja më herët, iranianët duke bllokuar naftën në të njëjtën kohë sulmojnë dollarin amerikan, sepse fjala bie vende si Shqipëria, që blen këto copat e letrës nga amerikanët që quhen dollar, dhe këto dollar kur i blen Amerikës për shembull nga Shqipëria i jepen Arabisë Saudite që i blen në asaj një fytçi naftë, ky dollar që futet në sistemin bankar amerikan dhe e mban sistemin që të operojë. Në anën tjetër, me këto para që këto vendet e gjirit depozitojnë nëpër bankat amerikane, industrit e luftës amerikane financohen. Kompanitë e Elon Muskut, Lockheed Martin edhe të tjerë, këto financohen me para arabe. Dhe çfarë ndodh? Në këto momente, për shembull, këto vendet e gjirit, Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, i kanë thënë amerikanëve, nëse mban mend, në maj të vitit të kaluar, Trumpi vizitoi vendet e gjirit dhe i buri haraç arabëve, Arabisë Saudite, Emirateve, Katarit, i tha që do më jepni 4 trilion edhe gjysmë dollar që të ngrej ekonominë amerikane. Në këto momente që këto vendet e gjirit nuk po marrin një lek, i kanë thënë Trumpit që ne do i ndërpresim investimet tona. Dhe kjo shkakton një reakcion zinxhir. Reaksioni është e para, bankat amerikane nuk marrin më lekun e naftës arabe, regjimet kukulla arabe të gjirit persik nuk kanë më para që të mbajnë këto mrekullit që kanë bërë në shkretë të tjerë, dhe kompanitë amerikane nuk kanë më lek arab që të investojnë për të ndërtuar industrinë e luftës. Dhe ky reakcion zinxhir, jo vetëm që sjell rritjen e çmimeve, por sjell edhe papunësi në Amerikë, dhe kjo është gjëja që po e trëm Trumpin. Nëse e pat mbrëm, Trumpi pati një deklarat për media, ku thoshte që do t'i japim fund luftës, por sot Garda Revolucionare Iraniane ju përgjigj dhe i tha nuk do t'i japim fund luftës, sepse Irani mund t'i japi fund luftës, por Irani e para do hakmarrje, mundësisht vrasjen e Netanyahut, apo ndonjë nga ministrat kryesor të qeverisë izraelite. 2, do heqjen e sanksioneve. Amerikanët e mbajnë Iranin në sanksione që në vitin 1979, dhe Irani do kërkoj edhe dhënien fund të gjenocidit në Gaza, që nga viti 2023, regjimi i Izraelit vetëm vret sikur t'jen milingona banorët e Palestinës. Tani, më jep kohë të të pyes për 2 gjëra, se i ka me interes këto. E para një herë, pse Mojtaba Khamenei cilësohet si një skifter anti-amerikan dhe anti-perëndimor, dhe pse Trump u shpreh i zhgënjyer, sepse sipas tij duhet të ishte një lider, një udhëheqës i aftë dhe paqësor. Po, qëndrojmë tek pjesa e parë, një herë që ta kuptojmë se çfarë tani e para, do të thënë, Imami Suprem i Iranit që u zgjodh djem duket. Zyrtarisht dje, se si emri. U dha emri, e ka emrin Mojtaba. Mojtaba në persisht dhe arabisht do të thotë po Mojtaba shkruhet në anglisht. Dhe do të thotë i përzgjedhur i Zotit. Dhe sipas besimit të iranianëve që besojnë islamin, ata besojnë që ky është imami që do t'i udhëheqë iranianët në luftën e madhe kundër antikrishtit, i cili sipas tyre është në Izrael. E dyta, Mojtabai cilësohet si skifter, po normalisht është skifter, sepse Mojtabai në datën 28 shkurt, Benjamin Netanyahu i vrau babën, që ai është djali Imam Ali Khamenei, i vrau nënën, i vrau gruan, i vrau vajzën. Dhe domethënë edhe i vrau antar tjerë të familjes. Dhe ky person, djali Imam Ali Khameneit, është person që do të marrë hak për babën. Domethënë ai është si Skënderbeu që donte të merrte hak për Jovan Kastriotin. Dhe në këto momente, zgjedhja e tij i ka shqetësuar jashtëmase si izraelitët, si amerikanët. Tani Donald Trumpi që është klinikisht është budalla dhe nuk i kupton mirë ato që flet, nga që i thon izraelitët se çfarë bëj. Ai është i famshëm vetëm për ishullin e Epsteinit dhe për dhunimin e vajzave të vogla.
Ai, domethënë, fillimisht thoshte që dua unë që të zgjedhun liderin suprem. Ai domethënë jeton në një botë imagjinare, bile se atë kur u bë zgjedhja e këtij papës në Vatikan para 2 vitesh kur ishte, thoshte pse mos zgjidhem unë pap. Se ai është një ignorant, është njëri pa shkollë, nuk e kupton se funksionon bota. Është pak a shumë, si kur i quajmë neve në Kanada, një redneck, një apo white trash. Dhe Trumpi kujtonte se iranianët do t'i përuleshin ati si kur ju përulën venezuelianët. Se ai domethënë Trumpi luajti bingo me Venezuelën, me rastin e Maduros, në mënyrë ilegale, dërgoi trupat Delta Forcën e rrëmbeu presidentin demokratikisht të zgjedhur të një vendi dhe me diktatin e Frikës instaloi një kukull që është Delcy Rodriguez në Venezuelë. Por, domethënë Trumpi nuk e kupton lindjen e mesme. Numër 1, numër 2 nuk e kupton Islamin. Domethënë nga gjithë Trumpi është ignorant, është njëri kazinosh edhe bordellosh. Dhe duke qenë që nuk e njeh mirë historinë, dhe është i paedukuar, ai kujtonte që me Iranin mund të bëjmë neve të njëjtën gjë. Domethënë, vrasim Khamenein, edhe zgjedhim një leshko dhe bëjmë kryetar të vendit. Këtë gjë amerikanët mund ta bëjnë me Shqipërinë, me Edi Ramën, ose mund ta bëjnë me ndonjë republik bananash, me Panaman apo me Haitin, por nuk e bëjnë dot me Iranin. Se iranianët janë një popull qytetërim ndërtues, kanë 6.000 vite qytetërim, në kohën kur të parët e Trumpit jetonin në përpyje, iranianët kishin qytete etj. Dhe për më tepër, Republika Islamike e Iranit është ngritur mbi konceptin e Mehdiatit. Domethënë, iranianët besojnë që në fundin e kohës myslimanët do të kenë një shpëtimtar, ai do jetë Imam Mehdiu, i cili do t'i udhëheqë myslimanët në betejën finale kundër antikrishtit apo Dejjalit. Dhe sipas profecive që besojnë myslimanët, krijimi i Izraelit nga anglo-amerikanët në 1948, masakrat që Izraeli është duke bërë në botën islame, vrasja e 4.5 milion njerëzve që amerikanët kanë bërë që nga viti 2001 me luftën kundër terrorizmit duke bombarduar Irakun, Libin, Sirin, Jemenin, Sudanin e tjerë, iranianët e dinë që për ata është fundi. Dhe iranianët në besimin e tyre, Republika Islamike e Iranit është ndërtuar mbi konceptin e vilajetit të fakihut. Koncepti i vilajetit të fakihut, sipas teologjisë shite, nënkupton që imami i Republikës Islamike të Iranit do të jetë udhëheqësi i myslimanëve derisa në momentin që Allahu do të zbresi në tokë Imam Mehdiun që do t'i shpëtoj besimtarët nga antikrishti. Neni numër 5 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thotë që udhëheqësi suprem i Iranit do të jetë krye hoxha apo krye fakihu, pra ky moshtabai është imami, po është imami përkohshëm i Islamit, dhe ata këtë betejë që po bëjnë me Amerikën e shohin si betejë të shenjtë. Dhe iranianët e dinë, biles ata kanë një profeci sipas të cilës thuhet që ushtria e antikrishtit do të përdori edhe një armë shkatrimi në mas, që në ditët tona është arma nukleare. Tani, po më thonë që ata e bëjnë luftën me profeci, se ndërkohë... Po, ata iranianët e bëjnë me profeci dhe do më thënë ata janë të gatshëm që të sakrifikohen. Dhe vrasja e Imam Ali Khameneit, një burr plak 86 vjeç, gjysëm i paralizuar që ishte sulmuar me bombë nga këta terroristët mujahidin që ka Shqipëria në manus, vrasja e tij ishte një zullum apo një mëkat shumë i madh për iranianët. Dhe kjo është arsyeja pse tani domethënë iranianët kanë shkuar në amok. Është termi që përdoret në anglisht apo në shqip ne themi kur thikën truni. Domethënë ata nuk mendojnë më. Ata vetëm duan drejtësi dhe hakmarrje. Kuptova, ndërsa për sa i përket Trump që ju etiketuat është i zgjedhur, ai përfaqëson shtetasit amerikan me një demokraci model që i referohemi, kështu që duhet ta them këtë. Po Trumpi është i zgjedhur, por edhe Moshtaba Khamenei është i zgjedhur, por nëse do t'i kthehemi klasikëve grek, Sokrati kur e kritikonte demokracinë afiniote, thoshte që demokracia është sistemi më i keq, se në demokraci nuk fitojnë njerëzit që janë të përgjegjshëm dhe i duan të mirën shoqërisë, por fitojnë aktorët, fitojnë klonët.
Dhe edhe Trumpi është një klon, dhe për personat që dinë se si funksionon demokracia amerikane, i sugjeroj të lexojnë librin e filozofit francez Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Domethënë në Amerikë janë interesat, janë korporatat që zgjedhin dhe nuk është populli. Domethënë në Amerikë nuk ka demokraci sikur ka në Evropë. Tani, të ndalem pak tek një bisedë telefonike që ka bërë ministri i jashtëm Ferit Hoxha me ministrin e jashtëm të Kuvajtit dhe ku thotë se Shqipëria do të bashkësponsorizojë projekt rezolutën e OKB-s në Këshillin e Sigurimit që dënon sulmet e Iranit. Ferit Hoxha është nga brezi i mos e ka rënë kështu personale. Të rënies komunizmit, jo ka mbaruar për anglisht dhe Edi Rama domethënë e ka përdorur kur ka qenë ambasador në OKB për të legjitimuar gjenocidin e Izraelit dhe një ditë kur të bjerë regjimi zionist, ai do të kujtohet në Shqipëri sikur fjala bie Shefqet Vërlaci apo Mustafa Kruja. Tani, sa i përket rezolutës që do të bëjë Ferit Hoxha me Kuvajtin, kjo është një vrim në ujë, nga që e para nuk do të kaloj kjo rezolutë në OKB, nga që aleatët e Iranit, Kina dhe Rusia nuk do të kalojnë këtë rezolutë, sikur edhe Amerika bllokoi rezolutat e gjithë njerëzimit kur Izraeli bënte gjenocid dhe vrau 100.000 veta, dhe Ferit Hoxha ishte personi që me urdhër të Edi Ramës justifikonte këtë gjenocid kundër njerëzimit. E dyta, kjo rezolut që Edi Rama ka porositur Feritin që të bëjë, është pak a shumë një servilosje që Edi Rama i bën aleatëve të Izraelit në botën arabe, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabi Saudite, nga që sikur ne dimë këto vende janë donatorët më të mëdhenj të Shqipërisë. Sheshi Skënderbej, shumë shkolla të Tiranës që ndërtonte Lalieri e tjerë janë bërë me lekët e Kuvajtit, e Emirateve Arabe dhe të Katarit. Dhe domethënë këto që bën Edi Rama domethënë sikur nuk e zë gjumi, pse iranianët po bombardojnë bazat amerikane që janë në Kuvajt, nga vinë edhe sulmet shkatrimtare kundër qyteteve të Tiranit. Kjo bëhet që Edi Rama e para nëpërmjet Feritit i tregoi Trumpit që Shqipëria është një vend i rëndësishëm, Edi Rama është një lider global dhe Edi Rama nuk e zë gjumi për puset e naftës të Bahreinit, të Kuvajtit dhe Arabi Saudite. Është një vrim në ujë, nga që për mendimin tim kjo rezolutë nuk do të kalojë në OKB, nga që në Këshillin e Sigurimit, nga që nëse shkon në Këshillin e Sigurimit, nga që Rusia dhe Kina, por edhe komuniteti ndërkombëtar në mënyrë masive do të refuzojë këto palaçolloqe, nga që sipas ligjit ndërkombëtar, rezoluta që duhet bërë në këto momente, duhet bërë kundër Izraelit, sepse është Izraeli që e nisi këtë luftë në datën 28 shkurt, është kriminali i luftës që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare e krimeve në Hag për krime kundër njerëzimit Benjamin Netanyahu, është ky person me të cilin për turpin e shqiptarëve Edi Rama ka zgjedhur që të shoqërojë Shqipërinë. Ky person i cili nuk shkel dot në Gjermani, nuk shkel dot në Zvicër, nuk shkel dot në Spanjë, se po të shkeli në Shqipëria dhe politika këtu është qartazi në krahas Bashkuara të Amerikës, zoti Azerxhik. Pavarësisht tani kemi Edi Ramën, po mund të ishte kushdo kryeministër, nuk besoj se do ndryshonte diçka. Më fal, ligji ndërkombëtar dhe Konventa e Romës që Shqipëria ka nënshkruar kërkon që në momentin që Benjamin Netanyahu apo ministri i tij i luftës Yoav Gallant të shkelin në Shqipëri, ligji kërkon që ata të arrestohen, dhe ashtu sikur Hashim Thaçi është në Hag në këto momente, edhe këta persona të dërgohen në Hag dhe të gjejnë drejtësinë ndërkombëtare. Imam Ali Khamenei, që u vra në datën 28 shkurt nga kriminali Benjamin Netanyahu, nuk ka qenë i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Kurse ky person, në anën e të cilit Shqipëria e Edi Ramës është rrjeshtuar, është një vrasës, është Hitleri i kohëve tona. Për turpin e Shqipërisë, shqiptarët sot me Ferit Hoxhën po përsëritin atë që bënte Mehdi Frashëri me divizionin SS Skënderbej, kur shqiptarët u rreshtuan me Gjermaninë naziste dhe dërgonin qifutët në kampet e përqendrimit.
Unë për çështje minutesh do duhet të të përshëndes, ka që ishte kohë që kishim dispozicion, do të jemi sërish të besoj javën tjetër, zhvillimet atje janë të forta, kështu që do t'i analizojmë sërish. Faleminderit. Faleminderit ju, selam aleikum. Përshëndes.